Poeti I shquar Petri Truka rikthehet në Tepelen tashmë me përmendoren e vet që ka zënë vend në sheshin Lord Byron. Kjo vepër u përurua sot mes miqve të afërmëve të tij, shkrimtarëve, poetëve, akademikëve, klerikëve, përfaqësuesve të pushtetit vendor e qendror në ceremoninë që u hap nga kryetaria e bashkisë Julinda Karteri. Ky nuk është monument I zakonshëm. Është kthimi I poetit në vendlindjen e tij. Aty ku mori frymëzimin e parë. Aty ku I fali jetës së tij një poezi të madhe, të dhimbshme e të drejtë. Petri Truka nuk shkroi kurrë për zbukurim. Ai deshi jetën dhe njeriu e thjeshtë, por mbi të gjitha deshi vendin e tij. Këto male, këto lumenj, këto gur. Në vargjet e tij gjenden dashuria e madhe për nënën, për të dashurën, për tokën, mallkimi I bërgimit, dhimbja e zbrazjes së fshatrave. Turanin e solli në çdo poezi. Tepelenën e ktheu në metaforë të qendresës. Labërin e ngriti në këngë. Ai tha të vërtetën, pa frikë, ashtu siç e ndjeu. Prandaj dhe poezia e tij prek zemra dhe mbetet e gjallë. Unë do të thosha që Petri Truka nuk është vetëm krenaria e Tepelenës, por krenaria e të gjithë kombit. Një artist brillant që me punën veprin e tij ka lënë gjurmë, jo vetëm Tepelen, por në mbar vendin. Ashtu siç tham për Korçën në 878-ën, lumi e tij Korça lule, cili pas shoqet e tua ta paçin për jetë hua, duhet I themi Tepelenës, ta paçin për jetë hua, sepse nëse shkon në Londër, në Paris, në Berlin, në Rom, do të shikosh monumentet e poetëve dhe shkrimtarëve të mëdhenj, monumentet e shpiksave të mëdhenj. Dhe ky është kuti që matet qytetërimi dhe civilizimi. Tepelena po bën një akt të jashtëzakonshëm, një akt madhor, që shpreh një emancipim të madh qytetar dhe shoqëror nga monumentin e një poeti. Janë të pakta qytetet në Shqipëri, për të mos thënë as pak, që kanë monumente poetësh. Kur ne të kemi në të gjithë Shqipërinë monumente poetësh, monumente shkrimtarësh, monumente shpiksish të mëdhenj, njerëzish të artit, kulturës dhe të shkencës, atëherë ne jemi në rrugën e duhur drejt civilizimit. Prandaj unë them sot me përullësi, Tepelen ta paçim hua. Për qytetin e Tepelenës është një ditë e veçantë, sepse sot nderohet një nga bijtë e saj më të shquar, siç është profesor Petri Truka. Profesor Petri Truka për koincidencë ka qenë një nga mësuesit e mi të parë. Profesor Petri Truka ka qenë nga ata mësues të cilët na ka sjellë një risi në ato vite të vështira kur mësuesi ishte pothuajse një diktator në orën e mësimit dhe ardhja e profesorit në shkollën tonë ishte si një rrezë drite në një errësirë shumë të madhe. Ai fruri një qasje të re me nxënësit, bashkëpunimi me ne, ai na vendosi në qendër nxënësit dhe jo mësuesit, sikurse ishte metodologjia dhe pedagogjia e asaj kohe. Dhe si shkrimtar dhe poet, ai u kthye një nga korifejt e letrave shqipe dhe ai ka ikur nga jeta në kohën dhe në momentin kur ai kishte për të dhënë akoma dhe më shumë letërsisë shqipe. Ikja parakohshme e Petritit është një humbje e madhe për Tepelenën, por edhe për kombin shqiptar. Sot mikun e tyre në Tepelen kishin ardhur të takonin edhe gazetarët e poetët Ilirian Zhupa e Aleksandër Çipa, të cilët vlerësuan kontributin e Rukës në letërsinë shqipe. Jam në Tepelen për të takuar me mikun tim të shtrenjtë Petri Trukën, I cili për fat keq në la disa vjet më parë. Dhe besoj që jo vetëm unë, por gjithë Tepelena do të shmallet me ta. Në këtë ditë, në këtë ngjarje kaq të bukur, më vjen mirë për Petritin që është këtu, por më vjen mirë dhe për Tepelenën që nuk ka më vetëm luftëtarët, ata që kanë bërë luftrat historike, nuk ka më vetëm ata të luftës botërore, po I ka përballë edhe intelektual të mëdhenj Tepelenës, Petri Truka në një krah, Salini Vica në krahun tjetër, me Byronin në mes. Petri Truka përfaqëson atë poet atipik të letërsisë shqipe, që solli jo vetëm forcën e lirizmit dhe kryesisht lirizmin historik, por referenca në balada të cilat e morën materjen nga poezia orale popullore dhe solli elementin më substancial të folklorit shqiptar në mënyrën më të kultivuar të mundshme. Ka shumë përcaktime për poetin
Petri Truka, sidomos për marrëdhënien e tij me poezinë botërore. Ai nuk është Esenini që i këndoi nënës, po është Esenini që i këndoi atit. Prandaj disa nga lirikat sociale të tij, siç është ajo Grua ta kam xhir jetën apo Baba ne ikëm e tjerë, janë në vetvete thirrje të fuqishme sociale për shoqërinë njerëzore në gjithkohësi. Universaliteti i poezisë së Petrit Trukës është në thelbin e vet identifikim i kombëtares, që do të thotë ai foli si qytetar shqiptar, jo vetëm i së shkuarës dhe i së tashmes, por më së shumti si poeti qytetar i së ardhmes. Petri Truka u nda nga jeta në korrik të 2021-shit në moshën 67 vjeçare. Ai ishte poet, regjisor, skenarist i filmit artistik, dokumentare, vizatimor, por studiuesit e veprës së tij besojnë se kontributi që e ka bërë atë unik ishte poezia.